Gjithse ajo donin atë Murgeshën atje të ai fshati ku shkon ne më plan. Ajo i ofronte ndihmë ushqimore, i ofronte beshmbathje, i ofronte ilaçe që i merrnin nga Italia, ishin ilaçe jo nga ato që piti kodë dhe nuk bën efekt. Unë aty kam djerë një mirësi se duket njeriu valla, kupton, duket sigur ja njerëz që i shef në fytyrë ka një lloj drite në fytyrë. Ka mision jeta ajo. Po njerëzit kur e shikonin atë që dilte dhe i ndihmonte, i takonte, domethënë, dhe me fjalë të mira ajo i jepte jetë atyre më. Një fjalë e mirë, një buongiorno, një çat të thëbes, një fjalë që një mirësjellje, jepte jetë atyre njerëzve, ato bënin vepra ato më. Po këta janë histori që nuk dalin në televizor më. Këto janë heronjtë e jeshur këtij vendi më. Se këto vërtet janë misionarë që vinë, po këto ka nga 20 vjet që jetojnë në Shqipëri, këto janë bërë më shqiptarë se ne më. E duam këtë vend. Nuk themi dot to tuje, ta kupton? Janë njerëz shumë të mirë, domethënë fati madh që i kemi, domethënë. E ti nuk i shef kurse ç'a ndodh me këtu, sepse nuk dalin në televizor. Më shumë me Barsaleta jo ç'a ndodhi këtu, ç'a ndodhi aty.